Si duhet të përkujdesemi për ta mirëmbajtur atë, sa shpesh u itet, pastrimi, rritet apo jo? Është pak specifike si bim, pra është të themi një pemë e mbajtur mbi tavolinë ose mbi tryezë. Dhe që ta mbajmë në formën që ajo ka, shpesh nevojitet krasitja e vazhdueshme. Jo të gjitha gjethet mund të krasiten apo jo? Çdo kërcel, çdo trumë këtu, ka një prerje që mund të nxjerrë këto sysat e rinj. Pra, le të marrim te kjo dega, nëse do ta presim diku këtu, do t'i heqim 2 centimetra. Në gjethet e saj, aty ku ndodhi kjo prerja, do dalin gryk të reja, filizat të reja. Dhe kjo do të bëjë që në vend që kjo degë këtu të shkojë dhe të rritet e shformuar, pra të shformohet ajo pamja e bukur që ka si kuror tani, do të vi dhe do të dëndësohet edhe më shumë. Pra kjo dëndësi na intereson që ajo të ri e bukur, pra nuk mund të presim që një bonsai nga lartësia që ka të rritet dhe të bëhet 2 fishin në lartësi, por të ri e bukur. Nëse vëmë re që po lëshon gjethe, do thotë që po dëmtohet nga diçka. Është kryesisht mungesa e dritës së diellit, pra ajo do të ri shumë në dritë të diellit. Në të natyrshmen e vet, mish do të ishte në balkon, të ishte jashtë. E dyta e rëndësishme, kur ne e mbajmë brenda, është që të rregullojmë raport ujitjeja atëherë kur e dëshiron. Kështu që ne shohim që kur po thahet ajo sipërfaqe e dheut, le ta përdorim vëzhgimin dhe pak poshtë sipërfaqes, pra me dorë e kontrollojmë nëse edhe pak më poshtë sipërfaqes, dhe ka 2 faktor, pra uji aq sa i nevojshëm është, aq mund ta kthejë edhe në dëmtues kur ne e teprojmë. Prandaj themi këtë që një farë kujdesi i vazhdueshëm që ti e shikon, pra është sikur po shkon dhe po e pyet a do ujë. Në një farë mënyre nuk është metaforike kjo që sa po thash. Nuk është kot kur themi ne komunikojmë me lulet. Dhe i njohim më mirë ato. Është lidhje shpirtërore që bën me lulen. Sa vite ke ti Marsida që flet me lulet, që je mes tyre, që komunikon me to, që eksperimentoj vazhdimisht dhe nuk i kam më me atë frikën që lulen do ta thaj. Sepse edhe kur ne vëmë re tash reagimin që diçka po ndodh, pra po rrezon, atëre marrim masa për të transformuar diçka në atë rutinë që se pas e mi bërë mirë. Për shembull ndrojmë pleun apo ishte po edhe ajo është, për shembull nëse ne kemi frikën se mos e kemi tepruar pak me ujin, pikërisht kjo që sapo tham, ndërrimi i dheut të pastër